Nëse ende nuk dihet se kush është porositësi i përmendorës së Cardushanit e vendosur në urën Syri në qendër të Shkupit, ajo që është e sigurt është se kjo përmendore tani më 1 muaj është në mbrojtjen e policisë, e cila është e vendosur në afërsitë e përmendorës. Nga Ministria e Punëve të Brendshme thonë se policia nuk është duke ruajtur përmendorën e Cardushanit dhe as përmendore tjera, por se ajo gjendet në shërbim në përputhje me ligjin për të garantuar rendin dhe qetësinë publike. Policia është e detyruar që të mbrojë qetësinë dhe rendin publik, ndërsa mbron edhe sigurinë e qytetarëve. Ne jemi angazhuar dhe do të vazhdojmë kështu, gjithnjë një pajtim me kompetencat tona të jemi maksimalisht të pranishëm në terren, pasi për këtë po bëhen edhe të gjithë reformat në bashkëpunim me partnerët tanë ndërkombëtar, që policia të jetë sa më shumë e gjinjshme në terren dhe mes qytetarëve, me qëllim që të parandalohen çfarëdo lloj incidentesh, ka deklaruar zëdhënësi MPB-s Ivo Kotevski.